Data 1 gusht e çdo viti përcillet si një ditë e shënuar në Guci, vijimsinë e trojeve shqiptare. Festa tradicionale nis në Vuthay, ku flitet 100% shqip, dhe fshati ka ruajtur përbërjen autoktone shqiptare. Një manifestim i përmasave kombëtare i quajtur Mirë se vini në Alpet shqiptare bashkon jo vetëm shqipet që banojnë në plave Guci, por dhe mjaft miq të tjerë nga toka am apo dhe diaspora. Ky manifestim, që është vlerësuar edhe nga pjesëmarrja e 2 presidentëve të Republikës së Shqipërisë, Bujani Shani dhe Ilir Meta, ka 29 vite që realizohet me sukses që prej vitit 1996, pas një ndërprerje që nga shfaqja e parë, e cila nisi në Vuthay, ku vazhdon edhe sot. Qëllimi ynë ishte sensibilizimi, rujtja e traditave, kultivimi i të mirave tona kulturore që ka kjo treva, barë treva shqiptare, po ashtu që këto të aderojnë të gjitha shoqëritë cilat kanë pas mundësi me ardhmë në na prezantuar me programin e vet kulturor artistik. Vlera e këtij festivali dhe manifestimit Festa e Alpeve qëndron tek shpirti i këtyre të rinjve që luftojnë për të mbajtur pasurinë shpirtërore e kulturore dhe vinë e shpalosin këtu para gjithë popullit, jo vetëm të Vuthay, por tërë Gucisë, tërë trevave shqiptare, që mbledhin tërë trevat shqiptare e manifestojnë këtu të gjithë artin shqiptar. Festivali, edhe pse ka rritur ndjeshëm reputacionin e tij, vijon të mos ketë mbështetjen institucionale. Në fakt, asnjë përfaqësues i pushtetit lokal nuk ka ardhur në asnjë nga shfaqjet për ta ndjekur nga afër, duke dëshmuar kështu se aktivitetet kulturore dhe patriotike shihen shtrembër dhe krijojnë rezistencë ndaj asimilimit të qëllimshëm që po bëhet shqiptarëve në tokat e tyre. Ka shumë vështirësi në organizimin e diçka të tillë si këto, e ne këtë treve në veçanti ka më shumë të vështirësi se këtu se kemë përkrajen as të një institucioni shtetëror as lokal. Ky manifestim deri para pak vitesh zgjaste 3 ditë. Pjesëmarrja e grupeve artistike nga gjithë Shqipëria i jepte një vlerë të jashtëzakonshme, por përveç tyre janë edhe mjaft artistë nga trojet shqiptare në Kosovë dhe brenda kufirit zyrtar të Malit të Zi. Ne jeni shoqënia kulturore artistike Besa nga Trieshi, nga Melsia mbi Shkodër. Kjo është hera e dytë ose tre, po jam i sigurt që marrim pjesë në këtë festivalin këtu në Vuthay të Gucisë. Na jena shqiptar, kudo që t'jeni në përbot, kena zemrën e shqiptarit. Do të mundohemi sa të mujmë të ruajmë ata që na e kanë lënë të parë tanë. Kulturën, traditën, doket zakonet tona shqiptare më të bukurat në botë. Na jetojmë në Mal të Zi, por gjithashtu mundohena që të bajmë gjuhën, traditën, melodit, folklorin ton të begatshëm shqiptar. Mos t'i lajmë në harres, po të vazhdojmë. Në skenë për çdo herë në ditën mas e partit 50 artista, mas partit, për ndryshe neve e kemi organizuar dhe festivalin barë kombëtar Konga dhe Vallja Shqipe në Bashkon, se nga viti 2016, ku keni kanë pjesëmarrës edhe ju dhe keni përcjellë këtë program. Të çdo shiquesve të këtij televizioni të ju dëshirojmë mirë se ardhje tonë herë janë të mirëpritur këtu dhe begatojnë këtë program kulturor artistik tradicional popullor, mirë se vini në Alpet shqiptare.
por mungesa e mbështetjes e reduktoi në një ditë të vetme, edhe pse pjesëmarrja e spektatorëve nuk u tkur as pak. Sot jemi këtu në Vuthaj, në takimin e Alpeve Shqiptare, që bat vit për vit në një gusht, edhe është viti 4 që vim 3 shok, unë nga Rosheni edhe Zedin Gashi nga Prizreni dhe Haki Bytyqi nga Istoku i Kosovës. Është viti 4 që vim këtu dhe kur kam marrë për herë të parë këtu në Vuthaj, jam emocionu dhe jam pësu, domethënë kur kam pa gjithë këto shqiptarë që flasin shqip, që janë gjithë fuqësi, që janë ledhë se janë gjithë shqiptarë, i bashkon gjua, i bashkon gjaku, i bashkon historia, edhe kam marrë pa radhë, kam hyrë nëpërmjet, si me thënë, kundërshtim me programin e grupit, kam hyrë dhe kam folë 2 fjallë, edhe kam uru që festat tilla, nga emocionet, nga festat tilla, të kenë gjithmonë shqiptarët edhe të kenë vishë mira, edhe inshallah kanë marrë ditë të vështira për shqiptarët. Edhe vishë bashkimi inshallah na pret, edhe inshallah edhe shumë herë tjera do vi këtu në Vuthaj me shumë kënaqësi. Prej vitesh festivali këtu moderohet nga 2 motrat e hishme, Rilinda dhe Arbërore Gjënbalej. Dashuria për festivalin është një si dashuria për njëra tjetrën, na e motra, kështu që edhe njëjtë, siç mundet dikush me dash motrën edhe na e duam festivalin. Ju keni mbi 10 vite, 10 apo 11, ky është viti 11, që drejtoni festivalin. Sa vite janë bërë? Sa vite janë bërë? Më shumë. Unë kam pothuajse 15 vite. Sa ka ndryshuar festivali në ecurinë e tij? A ka pas në një ndryshim, ose si ndjeni kur vinë grupet nga Shqipëria? Si ndjeni kur vinë edhe nga jugu i Shqipërisë? Të thënë të drejtën, ka pasur një ndryshim shumë të madh, sepse vetëm janë betisuar edhe më shumë, edhe njerëz të shkuar, po edhe shoqëritë kulturore artistike dhe të thanë që vinë nga treva të ndryshme. Tani me nuk e kemi atë vështirësi këto në shoqërinë siç e kishim në fillim dhe ku t'i gjejmë, sepse ato lajmërohen vetë. E di që një gusht është dopë që bashkon gjithë shqiptarët nga parë treva shqiptare dhe presin me katurin që të marrin pjesë. Pjesëmarrja e diasporës, bijve dhe bijave të këtij vendi i jep një gjallëri tepër të madhe festës. Nga je? Nga Plava, po New York gjindem për 37 vjetë. Sa vite ke atje? 37. Ka shumë vite atje të mungon ky vend? Po, vime 2-3 herë vjetë. 2-3 herë në vit vini kaq shpesh? Sa veta janë nga familja juaj atje që jetojnë? Apo të gjithë me motra, vëllezër e kanë fjalë më shumë se sa bashkëshorti, fëmijët nëse keni? Në New York jetojmë ka familje, motra, vllazër, mama, edhe normal bashkëshorti jam edhe me fëmijë. Me nuse, me nipa. Si është jeta atje për ju? Si e kaloni atje përgjithsisht? Mirë është jeta, po shumë shpejt po shkon, edhe shumë punë. Okej, ka vështirësi dhe veta. Çfarë të mungon nga ky vend atje? Shumë në merë malli madh, apo mungesa nuk kena shumë, kena tana edhe atje, po është shteti huj, nuk është e isi so. Dëgjojnë fëmijët për të ardhur këte, apo e keni pak të vështirë të bindni për të ardhur këtu? Na mendojmë si e bind, edhe djembe mi i pëlqen këtu, po kena lëshurojt edhe atje është zorë mu shkotë, so besoj si, po vime e shkojmë. Vajzë pahile, pasishit që i kam në bar, unë të deshta, vajzë pahile, pasishit që i kam në bar. Zoti padra, ka ke kon
pjesë e jona jetojmë në Amerikë, një pjesë në Tropoj, dhe jemi bashkuar Tropoja, Amerika, këtu në trojet tona, të parve tonë, Plavën Gusi, na një pjesë në Vllazër edhe Kushërit, jena prej Nokshicit Plavës. Për ndryshe, këta misti kena prej Tropoje, prej Neza e Tropojës, prej Koçana e Bradoznica, Majrlumoni prej Struge. Kur jeni pa për herë të fundit? Fatmirësisht shihem shpesh. Pra ju i bani lidhjet edhe nga Tropoja dhe ju vini nga Amerika, I mbajmë shumë mirë. Hera 4 për këtë vit që vim në trojet tona këto, në Amerika. Unë jam Xhevat Kuka, jetoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës tash 40 vite. Qëllimi kryesor për ne mërgjimtarët është ta ruajmë gjuhën tonë shqipe, sepse si e thot një fjalë, ai që e harron gjuhën dhe gjakun, ai nuk është shqiptar. Dhe unë vetëm kam një apel, dhe ai apel është, sikur që ka thënë i madhi poet, kombëtar atë Gjergjfishta. Pra, mallkuaj birë shqiptari që këtë gjuhë të Perëndis, trashëgim që në la i pari trashëgim nuk ja lena i fëmis. Kjo është kryesorja, ta ruajmë gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Këtu në Vuthajt të gjithë bashkomi një herë në vit, dhe Vuthajt është një trevë kreshnike e cila në përbreza ka dhënë heronj dhe mendimtare shkencëtar të mirë. E kemi një ikon të gjallë Recep Qosin sot, kemi pasën të kaluarën, uroj që kombi shqiptar të jetoj në përshekuj dhe të merë mësim nga stërgjyshit tanë. Rënoft kombi, rënoft Kosova, rënoft populli shqiptar ku dhe qështë. Jem dalë që një 40 vjetë në Amerikë, jem në emigracion atje, edhe sot këtu dita e mikpritjes juaj në Vuthaj, është konë diçka mahnitse për mua, është konë shumë e bukur, shumë e veçantë. Unë viti sa herë këtu, po diçka dita ma e veçantë për mua ka qenë ishte sot këtu. Jam shumë kurioztare, para 40 viteve pse emigrove? Para 40 viteve është konë situata politike të jetë të tensionuar në vendin tonë, ke pas shumë problem me shkollat gjuhë shqipe, ke pas problem me mbiemra, me emra, me literaturë, ke pas një lloj presion, si më thonë, fizik edhe psiqik, për pushtetit të asaj koha, ka qenë koha thuja e funit e Titos. Edhe për atë arsye kemi emigruar. Jem shkon në Amerikë, edhe pastaj nuk jem kthyje më. Teksa komunikon me shtektarët nga ky vend që janë larguar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mëson shifra të tilla si 40 apo 50 vite, krijon një admirim për ta që nuk i kanë shkëputur lidhjet me vendin e të parëve. Vijnë 3 apo 4 herë në vit këtu, sjellin dhe fëmijët me qëllim që gjuha të mos harrohet. Çfarë ju mungon nga ky vend kur shkoni atje? Gjithçka. Edhe këtu gjithçka mungon, gjithçka këtu mungon se gjuha jon është zbe. Në këtë troje e mundohem që t'i mësojmë edhe këta një pjesë që kanë harruar gjuhën e traditën apo gjuhën. A ju dëgjojnë fëmijët që të vinë? Po, me shumë kënaqësi. Apo e kanë të vështirë ata vinë një herë në 3 vite pak më rrallë, a? Jo, na vinë edhe ata bile si vjetë e fëmijë gjithë me vete e kishë. Si mendoni, do mbajnë gjatë lidhjet me këtë vend? Ne që jemi brezi që po vjen, sigurisht, shpresoj të Zoti edhe në hir të fundit kombit që mos e harrojnë gjuhën e traditën e vendit. Lidhjet mohen nëse pak shtetin e hap rrugë, se ne ke marrë pejsam Svranic, po se shrugë makina jo. Rrugë të hap, ne jem lidha, se janë trojet shqiptare. Komunikacioni po nga Shqipëria këtu. Vetëm të dua, e tash m'ke harrua, e tash m'ke harrua. Vetëm të dua, e
tash m'ke harrua, e tash m'ke harrua. Talo amanetë, mos më harro krejtë, mos më harro krejtë. Talo amanetë, mos më harro krejtë, mos më harro krejtë. Kur t'piqet të qershia, kujtoj lote mia, kujtoj lote mia. Kur t'piqet të qershia, kujtoj lote mia, kujtoj lote mia. Faleminderit. Ëndra e ime është që të bëhem në shtetat e Shqipërisë. Gruaja ime është besh në shtetat e Shqipërisë para një 2 jave. Sepse në bazë të origjinës, sepse kanon për Shqipërisë. Ëndra ime është që do këtë gjë? Kur dihet që shteti shqiptar ka ato problemet e veta, së fundmi flitet për korrupsion, pakënaqësitë e vazhdueshme. Çdo shtet ka mrena ato baticat e zbaticat, të mira dhe të këqijat. Mirë po, unë nuk garanci kush e sundon Shqipërinë, kush është në Shqipëri. Unë Shqipërinë që shkrujem kon 15 vjeçar, e kom dashur me zemër dhe me shpirt dhe që tregoj një gjë tjetër që në kohën kur isha në shkollë të mesme e kom mbajt gjithmonë amblemin e Shqipërisë. Gjithmonë në atë kohë kom mbajt amblemin e Shqipërisë, edhe në shkollë, edhe do të thonë në Kosovë jam shkolluar, kom studiuar. Shqipëria për mua është shteti am. Shqipëria çfarëdo kohë, kushdo se ka sundua, Shqipëria ka shkuar shumë përpara. Tani Shqipërinë po e sundon? Po e sundon Edi Rama. E sundon? Jo, nuk e sundon Edi Rama, ju keni bën shumë reforma të mira. Shqipëria ka pas 2 reformat më të mira në historinë e saj. Një, unifikimin e gjuhës, që e ka bën vitin 1972, edhe 2, unifikimin e gjuhës, Shqipëria, po flasë për Shqipërinë. Edhe Shqipëria e ka pas reformën e drejtësisë e ka bën me 2016, këto 2 janë senet më të mira në Shqipëri që e ka bën. Shqipëria ka pas shumë gabime. Marrja e pronave edhe 2 gabimi më i madh në Shqipëri është kohën e demokracisë, ligji 7501. Aty ke shumë të drejtë. Ju e keni bërë atë gabim. Se keni bërë, ju e dini. Reforma në drejtësi është që ju do t'ju shtjen ndoshta edhe 4-5 vjet në Evropë. Unë jam shqiptar 100%. Si e vërteton ti që je E në shqiptar? ver Kolina, na jemi të ardhëm të Shqipënisë. Si të ardhëm Shqipërisë? Jemi ardhëm këtu për para shumë vitet, jemi i kanë katolik të Shqipënisë, e të ardhëm në Malsi, me gjithë venin në Malsi. Pra ju keni bërë të kundërtën, ata që kanë ikur nga këtu kanë shku në Shqipëri, ju keni sjellë rrugën e kundërt. Kundër, kemi edhe këtu jemi Para sa brezash, që të dim? shumë kohë, 100-200 vitet për para.
edhe natë jemi fisën e të kolinaj, jenë 4 vllazën për Shqipin ikum në knena Malzi, edhe kanë bon sofrën këtu kusinja plova. Tani, vetëm një pyetje shumë thjesht kam për ty. Kur shkon në Amerikë, thu me krenari, se aty janë gjithë popujt edhe normalisht nuk të pengon njeri. Kur se më pengon? Ani Malzi atë medaljoni që më nxori para intervistës, e nxjerr gjatë ditëve tjera? Gjatë ditën, çdo ditë. Skuqe pas. Si kështu ti e ndjen që të duhet? Jo më kënaqem kur e nxjerrë, kur e kapi sikur me kap. Po ti i kënaqur, ata që gjen këtu janë të kënaqur që ti e nxjerr atë tua? Shumësia këtu nuk janë të kënaqur. Nuk janë kënaqur. Nuk janë kënaqur se mendojnë diçka. Kjo nuk është Shqipnia, po është Shqipnia, na jemi Kosova, Shqipnia, na jemi njëjtë. E këtu jemi. Këtu jemi. Na këtu edhe vim çdo vit. Ka rënë numri shqiptarëve. Po. Ju vini për treguar që këtu është Shqipëri. Kjo është Shqipëria jonë, Shqipëria e madhe, që kjo këto. Se unë pe Amerikë 36 vjet, jam në Amerikë. Ku çfarë vendi në Amerikë? Dallas, Texas. Po më thirrin Enver Dallasit. Dhe vazhdon me punën e Dallasit dhe jo me cigane dredhur. Po ç'është gjyshe, po të lumt. Po pra bukur. Shumë i kënaq. Me shqiponjën. Po të lumt. Edhe pse largimet kanë sjellë rënje të dukshme në statistikat e shqiptarëve, për shembull, plava ka rritur në 7% dhe gucia 30%. Kur dikur ishin 100% me shqiptar, sërish këtu gjen familje të mëdha, të cilat jetojnë dhe punojnë në këtë vend, si për shembull familja Prelvukaj. Sa antar jetojnë këtu në Martina? Momentalisht jemi një pjesë këtu, në Martina jetojnë 2 antarë. Po që familja sa ka gjithsej? Familja ka gjithsej diku afërsisht 30 antarë. 30 antarë. Ku janë të shpërndarë? Shpërndarë në për disa shtete, të nis nga Kosova, Zvicra, Gjermania, Belgjika. Bukur, tani si ja bëni për të takuar? Zakonisht takojmë këto gjatë datave, rreth datës një kusht për çdo vit. Nuk na kanë harruar këta mërgjimtarët hala. Vinë shpesh na vizitojnë, edhe herave tjera, po kryesisht për vere, për një gush janë çdo herë këtu. Shabandi e Moshere, habitën që ti lëshove rënjë këtu... Faleminderit për kompliment. Ti pse zgjodhet që ti jesh këtu? Pa i zbon me i braktis krejtë këtë vend. Duhet me dikush. Unë jetoj në Gjermani. Në Gjermani, sa vite ke atje? Ka 28 vite që jam atje. Jam rritë këtu e më duket veni më i mirë në botë. Pleshnia atje këtu. Ju vini për të ngrënë pension të Europës këtu? Po. Atë meni e kemi, po tash se arrim çdo ditë. E mira ishte mos kthehem më atje, po tash nuk plotësojnë gjitha kushtet. Tu, a? Tu. Çdo ditë që zgjohem, menja ime është kthehem këtu. Po, çfarë të ka pengu? Një herë në radhë parë më ka pengu shtetin atë kohë. Po. Ose tash fëmijët janë të urrit në shkolla atje kushtet. Unë vi nga Belgjika, jetoj në 23 vjetë, po vim çdo vjet këtu jem. Jetoj në Zvicër? Jam që 15 vjetë. Fëmijët shkojnë në shkollë? Po, janë atje me shtetasit e vendi ku keni emigruar. A din shqip? Po të gjithë di, shumë mirë. Pra ju në familje si flisi, çfarë? Na flasim shqip gjithë. E keni merak të gjë se vjen në shtëpi? E kemi merak se mos na hupin gjuhën. Se kur të vinë këtu, s'din kush janë, prej ka vinë edhe është shumë e rëndësishme ajo për neve. Ta atje se kanë këtë atmosferë, këtë liri, në shkollë, në shtëpi edhe janë shumë të kënaqur, vinë me shumë dëshirë këtu. Edhe kem këta si na presin këtu me gjithë shpirt. Pa shkohen a krejt, edhe e kena knaci, e kena nonën vlogën këtu, mbledhem krejt rreth tyne. Po ashtu dhe motrat Gjon Balaj janë një shembull tjetër i lidhjes më të afërt me vendlindjen. Festivali ju sjell këtu, po ju realisht ku jetoni gjatë vitit? Mos ndoshta Prishtina ju ka tërhequr apo si? Ne kemi përfunduar studimet në Kosovë, ashtu si krejt krahina e plasë e Guzi që i përfundojnë. Puna na lidh në vende më larg se plava dhe Gucia, po aktivitetet dhe kontributi për vendlindjen gjithmonë na gjejnë këtu. A mund të di profesionet? Unë me profesion
jam magjiste dhe farmacistë, kam punuar disa vite këtu në vendindje dhe së fundi jam zhvendosur në Prishtinë, ku po e vazhdoj edhe profesionin tim atje. Profesioni? Unë jam inxhiniere ndërtimtarisë dhe antropologe e kulturës. Jam në fush me profesionin tim të dytë, kështu që me nderë dhe kënaqësi dhe me vetdijen më të lartë mundohem që të jap kontributin tim për folklorin e traditën këtu tek ne.
Në sheshin ku zhvillohet manifestimi i mirë se vini në Alpet shqiptare, festa tradicionale e Gucisë shërben si një pikë takimi për miq të ardhur nga të katër anët. Po ashtu shijon gatimet tradicionale të zonës në tavolinat e panumërta që janë vendosur nga organizatorët. Një pjesë e artistëve zbresin nga skena dhe krijojnë atmosferë të gëzueshme ritmike, pikërisht në lëndin, si në kohë të vjetra. Këtu të gjithë kërcejnë bukur vallet e Tropojës, tepër afër gjeografikisht, por edhe të ngjashme me vallet e zonës këtu. Të gjithë duken valltar, shtatlartë të hijshëm, karakteristika këto të një populli patriot që ka bërë sakrifica të mëdha për të dëshmuar ekzistencën e tij që nga shekujt. Alpet shqiptare, Plava dhe Gucia. Zigzaget e Kelmendit dhe kilometrat e përshpejtuar të sillin tek ne. Nëse ke marrë me vete shpirtin e aventurës, bëu gati të njohësh misteret e panumërta. Burimet janë të shumta, ujërat e ftohta, simfoni tinguish, fshehtësi dhe aratisje. Adrenalina rritet teksa po shkon shtigjet e pafund me malore. Çdo monopati i përgjigjet një maj mali. Aventurat këtu nuk kanë stin. Edhe atëherë kur pelerina e bardhë kërkon të mbuloj malet e thepisura. Merr skit me vete. Alpinistët kanë sfida të mëdha. Botanistët dhe fotografët harrojnë të shohin orën e kthimit.
vajzë e bukur dhe e fisshme. U rikthehej shkrojeve që madhërisht pushtojnë luginat, në të cilat gojë-dhënat jetojnë përmes rrëfimeve. A nuk e kërkuar gjithmonë një takim me parajsën toksore? E gjeni në Plavë dhe Guci. Pak më tutje zhvillohen edhe lojrat sportive dhe jepen edhe çmime. Por një lojë popullore që tërheq vëmendjen tepër të madhe është gara me kuaj. Për fat të mirë, zona këtu ka lëndina të përshtatshme për gara të tilla, edhe pse pjesëmarrja e garuesve është tepër e ulët. Emigrimi ka bërë të vetën dhe kuaj duan për kujdesje për të mbajtur. Do ishte një ide e mirë që kjo garë të promovohej jo më larg se në Shkodër. Aty ka rreth 12 të rritës kuajsh, njëherësh edhe kalerojnë mjaft mirë, të cilët mund të sillnin kafshët e tyre në këtë konkurim. Gara do të krijonte më shumë shpirtin e konkurrencës dhe përveç se kësaj, do të lidhte rrugët e bashkëpunimit dhe në këtë drejtim. Nëse paraditet deri në Drek, në Vuthaj do të zhvillohej manifestimi Kënga dhe Vallja Shqipe në Bashkon, në qytetin e Gucis, komuna ka organizuar një koncert tjetër për orët e mbrëmjes. Qyteti te mbushet nga të rinj, të cilët këndojnë së bashku me këngëtarët e përzgjedhur për sonte. Alpet shqiptare. Plava dhe Gucia. Aty ku jeta u jep ushqim arterive përmes bukurive natyrore. Lëre shpirtin të rëmbehet. Tashmë ke siguruar një takim me parajsën toksore. Vështrim pa kufi mbi panoramën unikale. Prek nga afër kontrastet e së bardhës së majave me të gjelbërtën e lëndinave.
Maja dhe liqenen në bashkëjetesë shekullore. Kohërat rrjedhin poshtë këmbëve të tua, sepse ti ndihesh zoti i natyrës këtu, për kujdesje mëmësore. Provo të përfytyrosh një kuror majash, të vendosur mbi kokën tënde, pastaj qëndro shpirtëllar. Vrapo drejt kaltërsisë së ujrave. Këtu, qelli dhe liqeni shkrihen në një. Zbulo misteret e pafundme që fshihen. Rruga e Kelmendit të sjell pranesh. Zgjero mushkërit dhe ushqe shpirtin në plavë dhe guci. Ne jemi këtu. Mëngjesi do të niste me një ide të mrekullueshme të dhënë nga presidentja e shoqatës Xhubleta e Alpeve Shqiptare, zonja Rita Kalaj Shkurtaj. Por para se ta tregojmë atë, u tregojmë teleshikuesve se ndodhemi në shtëpinë e abdetarit Alex Selimaj me banim në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por biri i këtij vendi. Provuam një mikpritje të jashtëzakonshme nga ai dhe vëllai i tij, një personalitet mjaft njohur, jo vetëm në Guci, por dhe Shqipëri e Kosovë, po ashtu edhe në New York, zoti Bruno Selimaj, i shuar për kontributet e tij në momentet më delikate të çështjeve të shqiptarëve, sidomos të luftës në Kosovë, i nderuar dhe vlerësuar edhe nga president shqiptar. Kjo shtëpi e ndërtuar e gjitha me gur është rindërtuar nga e para nga Alex Selimaj, duke u mbështetur tek themelet e vjetra. Bruno emigroi në vitin 1970 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas 4 viteve i pati blerë prindërve, motrave e vëllezërve një shtëpi, e cila më pas u transformua më 2014 në imazhin e hijshëm dhe unikal që ka sot. Shtëpia ruan traditën shqiptare edhe brenda, ku në ambientet e saj qëndronte në hall një xhublet prej 8 vitesh, të cilën kishte mundur ta siguronte Aleksi. Por për 8 vite, edhe pse asaj nuk i mungonte asnjë element, nuk e kishte veshur asnjë vajzë apo grua. Dhe para se të tregojmë se kush ishte fatlumja që e veshi, le të ndalemi pak te kujdesi që po tregon Rita Kalaj Shkurtaj, e cila e njeh tepër mirë këtë fushë. Me genë se xhubleta ishte ekspozume, dashte pa dashte merr pluhun. Por përveç pluhunit merr edhe, si më thënë, ato kombinimet e irnave, gjanave që hidhen në shtëpi, për shembull janë në këto detergjente të kështu, dhe gjithmonë duhet me desinfektu dhe më mirë se rakinja, langri i duhanit, ejka dhe disa gjana që janë bio, ato janë më të mirat për me mbrojt leshin, pavarësisht se ky është lesh i përpunum dhe është i ngjyrosur me, si më thonë, me gjana bimore, dhe më thonë me çajna, me
përgatitjet që bëhen këto kombinimet për me dalë në ngjyra zezë dhe ato e mbrojnë, por njëkohësisht edhe për i plunit, sepse dashte pa dashtë kjo dhe dallohet, që ka plun, e në këtë rast të kenë se për një punë të shpejt të përdorim rakin. Rakia s'ka rëndësi që është rrushit apo kumët, por mjafton që të jetë rakin e bëme në shtëpi, sepse nuk ka atë alkoolin që përgatitet në për laboratore. Tash në këtë rast do ta hekim plunin në këtë formë. Me thënë thjesht u e fshin si një e mira është me ka një peshqirë që të jetë pa mukut, por edhe të pas frikë se lën ke parasysh ato pushin e bardh. Në këtë rast duhet të punohet sa më me kujdes në mënyrë që të hiqen të gjitha, si thuash, ato pjesët e plunit që lanë edhe shenja, që edhe janë të dallueshme qime kështu më radhë. Kjo xhublet të kenë se ka kene ekspozume për shumë kohë, nga ana tjetër ka nevojë edhe një farë mënyrë edhe të lagështitet për me ardhë në formën e saj, sepse do t'ja veshim vajzës pas pak, dhe në këtë rast edhe si të thush bëhet edhe ma e dashtën, pra një farë mënyrë edhe zbutet. Nuk ka gjë më emocionuese të shohësh se si një vajzë kaq e hishme, me origjinë nga ky vend, dhe që ka përfaqësuar Shqipërinë në konkurse ndërkombëtare të bukurisë, të vishet me elementet e veshjes më të vjetër shqiptare, trashëgimi e qartë e kulturës sonë lire, ku vetëm nëpërmjet saj ne paraqesim historinë e humbur të kombit tonë, që malësorët tanë e përcollën deri në vitet 1950-1960. Pra, e vetmja që jep identitetin e kombit shqiptar nëpërmjet motiveve, ku emblema më e dukshme për të gjitha është shqiponja. Në misterin e xhubletës janë një seri simbolesh ku paraqesin lidhjet me fen katolike romake, besimit e Zotit, dashurinë dhe bukurinë e femrës malësore. Që prej vitit 2022, xhubleta është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s në nevojë urgjente për mbrojtje. Me një vajzë kaq të hiqme, tek e cila xhubleta fiton tjetër jetë e tjetër pashi, ne dëshirojmë të kthehemi pas në kohë duke improvizuar traditat e dikurshme. Oj, zoti i shtëpis! A ka byrëm? Po, si s'ka. Mirë se gjeta. Mirë se edhe. Mëtej fale dhe bashkëpunimit me zotin Bruno, të cilit i ka shumë hije plisi, improvizojmë kur nusja e shtëpis sjell kafen te Oxhaku. E ndërsa Rita jep këshillat e qëndrimit për të dyja palët, Aleksi fikson momentet për të realizuar këtë video të bukur. Në fakt, tradita të tilla po harrohen, edhe pse i përkasin një kohë të shkuar, ato është mirë të fiksohen përmes një kamere për t'ua treguar brezave. Këto tradita janë dëshmi e etnografisë shqiptare, historisë së popullit tonë, të autoritetit, fisnikrisë dhe bukurisë. Bruno, si e përjetove ti? Shumë i kënaqur, është shumë e rëndësishme me pa këto traditat vjetra, xhupuletën 3.000-4.000 vjetre, edhe duhet me vazhdua për gjithmonë që të traditat më të bukura tona. Dëshirojmë të mësojmë më shumë për nusen tonë malësore që na e zbukuroj këtë kull, por dhe ditën tonë që në orët e para të mëngjesit. Pam një nuse shumë të hishme, edhe gati na u duke sikur i rritur në ato kohra, por në fakt jemi në 2025-ën. Ishte e vështirë ta mësoje deri në momentin që duhet ta praktikoje të sidhe këtu kafe dhe rakin? Faleminderit për fjalët e bukura. Nuk është e vështirë se fundja unë jam një malësore dhe rënjet na thrasin gjithmonë. Unë i di këto gjëra, këto tradita dhe dua që të vazhdojnë gjithmonë, t'i përcjell edhe tek brezat, tek fëmijët e mi, pse jo. Sa bukur që e the kështu, po të mësoj më shumë kush është përtej kësaj veshje me xhublet. Një vajzë e bukur e hishme, e cila origjinën nga ka? Origjinën nga Hoti. Jam vajzë hotiane, jam malësore. Unë jam Marta Çelaj, për ndryshe, shumica mund të më njohin për përfaqësimet e mia që kam pas për Shqipërinë ndërkombëtarisht si Miss. Dhe tani jam një studente e drejtësisë, e përfshirë në gjitha fushat nga pak, por
shumë e lumtur që rikthehem për të vesh edhe këtë xhublet këtu kaq të bukur. Këto tradita fliten në familjen tënde? Është e rëndësishme që prindrit nganjëherë të bisedojnë me fëmijët e tyre apo? Patyshim. Unë që e vogël jam vritur me tradita dhe me çdo gjë tjetër që i përket malësisë. Kjo intervistë po të merret në Guci. Pra e sjellën të gjithë teleshikuesi që bëjmë fjalë për hotin këtu dhe jo hotin pjesë e malësisë madhe, megjithëse jemi një unifikim i gjithëve. Malësor gjithë. Do bëjnë atë pozicionin gjeografik se ku jeti. Në Vuthaj ke ardhur për pushime, të di më shumë, janë të afërmit këtu? Padyshim, kam të afërmit dhe të Vuthajve, gjyshen e kam vuthiane, kështu që padyshim një pjesë në zemrën time kanë dhe Vuthajt. Pra, metropoli nuk na tjetërson, Tirana me vrudhin e saj, ku aty të ofrohen bregdeti, janë pishinat për të kaluar pushimet, por jo, ti zgjedh që të vish në Vuthaj. Me ta thonë si malësort. Askund në botë ma mirë nuk e një i vetën se në malësi, edhe çdo herë pushimet këto është një kënaqësi shumë e madhe më ardhë edhe me i bë këto. Sa gjë e bukur. Si ndihesh me veshje? Sot është hera e parë që e vesh, në fakt, një kënaqësi, një privilegj. Hera e parë që e vesh xhublet. Hera e parë sot që vesh xhubletën dhe një kënaqësi dhe një emocion, një ndjenjë pa përshkrueshme. Domethënë, sytë mi ishin me lotë ndërkohë që po e vishja. E di që ka 8 vite që kjo xhublet pret, një vajzë të hishme dhe të bukur dhe më mirë që ka pritur 8 vjet dhe ja ku e ke veshur ti. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi edhe më njëherë sapo Aleksi më tha unë pranova me shumë kënaqësi direkt, shumë shpejt se edhe pushimet kanë vrullin e vet dhe më njëherë erdha që ta vesh, se është një privilegj. Suksese mbarsi në studimet e tua njëherësh, po dhe gjithë aktivitetet në fushën e estetikës, bukurisë. Faleminderit shumë. Qenë ke dhe vajzë mençur. Faleminderit shumë. E vlerësoj, një nga komplimentet më të bukura që mund t'i bën një vajze. Mendoj që kjo pjesa e zgjuarsisë e veçose. Komplimente për bukurinë marrin gjitha vajzat. E pas intervistës së realizuar në shtëpinë e Alex Selimaj, ne së bashku me grupin që dëshironim t'i jepnim jetë traditës, shkuam pranë në krojeve të Ali Pashës në Guci. Aty pranë, ku Arta do të përpiqej të sillej si në kohë të vjetra, duke u përfshirë emocionalisht, jo vetëm nga ajo që po ndodhte në këtë mëngjes të bukur, por dhe gjithë historitë që ka dëgjuar nga prindrit e saj mbi vendlindjen dhe vendin e të parëve. Është mjaft interesant fakti që edhe pse për më tepër se 10 vite vim vazhdimisht për të realizuar emisione në Plavë dhe Guci, të gjitha herët këtu gjen diçka mjaft interesante për ta pasqyruar. Në emisionin Pusha Shqiptarçe, nuk është vetëm bukuria natyrore që i ka bërë fatlum këta njerëz, pavarësisht se ende nuk po e shfrytëzojnë në dobi të mirëqenies së tyre, por janë vetë ata me shpirtin mikpritës e të dashur që na bëjnë gjithmonë të rikthehemi te ky vend i bekuar.